skapit. Tani, kreu i gjykatës speciale, gjykatësja, pseudo-gjykatësja me 5 mbiemra, është një mashtruese ordinere dhe delinkuente, e pa turp, e pa cip, subjekt i ligjit. Ndërsa deklaron në formularët e saj që i ka dorëzuar motrës Belinda Lubi Ballukut se nuk ka marrë ndonjëherë dënim në ndonjë vend, siç kërkon formulari, a jeni dënuar me burgim në vendim gjyqësor jo përfundimtar nga një autoritet? Jo, thot. A jeni dënuar? A është marrë ndonjëherë mas dëbimin nga shteti huaj? Jo, thot. Irena me 5 mbiemra, por këtu shqiptarë duhet të mësojnë se kjo delinkuente me datën 31/3/2003 ka firmosur tek noteri Feyzo Behaj prokurën për vete duke u paraqitur dhe si bashkëshortja e Stefan Gjokës. Në fakt, certifikat në martesë ka një 3 vjetë mbrapa. 3 vite mbrapa certifikat e martesë saj. Pra, autorizon të drejt përfaqësimi Andon Ikonomu, avokat me siguri, të paraqes çdo lloj prove të nevojshme, si dhe të nënshkruaj të marrë në dorëzim çdo lloj akti që është i nevojshëm për heqjen e masës së dhënë. Ne, thot, të përfaqësuarit Stefan Gjoka, Irena Maneku, bashkëshortja Stefan Gjokës, mashtrim me certifikat. Po nëse martesa është edhe çështje dashurie, doktor, jo vetëm. Ajo thoshte e dashura. Ajo, ato klasifikohen ndryshe. Ose bashkëjetuesja. Por këtu thot bashkëshortja, Pristi, me banim në qytetin e Firit autorizoi zotin Andon Konomi, me banim në Patra, Aleksandr Ypsilandi, me letër njoftim AQK na përfaqësoi ne pranë Ministrisë së Rendit Publik në Afrin, Greqi dhe në çdo institucion tjetër të nevojshëm. Për heqjen në lidhje me heqjen e masës ndalimit të hyrjes të dhënë prej nesh në mënyrë të paligjshme etj. Me radhë. Çfarë vërteton ky dokument, zoti Berisha? Ky dokument vërteton se ajo është burr nga shteti grek 1. Vërteton se ajo është dënuar nga shteti grek 2. Se ajo ka mashtruar shtetin shqiptar, qoftë për dënimin, qoftë për dëbimin. Besoj se nuk ka, dhe ajo ka autorizuar, sepse kjo publikisht e ka mohuar, ju keni dëgjuar, që kur s'kam patur gjëra të tilla. Ndërkohë ka paguar prokur, ka marrë prokur për të heqë këto masa. Besoj se ka gjë më shumë se kaq. Nuk mund të bëjnë, nuk mund të ketë mashtrim më ordiner dhe më të dënueshëm se ky, sepse këtu ka një formular, të cilin sigurisht ja mbyll Lubia. A është marrë ndonjëherë për ju masë të bimit nga një shtet i huaj? Jo. A jeni dënuar me burgim në vendin gjyqësor, jo përfundimtar nga një autoritet gjyqësor shqiptar ose i huaj? Jo. Ndërkohë unë solla këtu para jush me vull apostile dokumentin e gjykatës Janins, se ajo është dënuar 3 muaj burg.